Rikthehemi në Living Day dhe flasim sot për mjeshtrin pas kamerës, Piro Milkanin. Do të kalojmë në një moment tjetër, një moment i vështirë për Piron, dhe do doja ta dija nëse ti ke qenë në dijenit e kësaj apo jo. Fillimisht dëgjojmë rrëfimin e mikut të tij, Ylli Selaj. Ke zonja nga qyteti një herë shkuam ne në Korçë. Edhe i thashun Piro më ço ke shtëpia ku është xhiruar zonja, po ai momenti ku Olga hyn në shtëpi dhe kush është ajo vila. Më tha mu, kjo është shtëpia, tha, po sipas ka shkallët këtu. Unë mbaj mend, tha, këtu kemi qenë kjo, këtu ka qenë kjo, këtu është bërë xhirimi. Edhe ndërkohë erdhën dy persona të cilët po punojnë aty ke vila. Edhe i thot, por tha, ky duket se është ai regjizori, tha, që ka bërë zonja nga që ky është Piro Milkani, thash. Edhe ka ardhur këtu, që meqense ki në studio nuk ju dha lekët, thash, kur ju prishën shtëpi, erdhi t'ju jap lekët tash dhe shumë këta që fillon e qeshin. Kishin lëvizur shkallët asaj, kishte shkallët përpara shtëpia dhe ato e kishin mbyllur, kishin bërë punime kështu. Kishte ato pengjet artistikisht te filmi me skenarti Ismail Kadares, përse bien kjo daulle, se me atë film ai u godit. Sepse ajo velloja që u vendos ke nusja, ai e tregonte që nuk duhesh sepse ishte lufta. Tha mu me këtë film, tha, kam shpëtuar mirë, tha, se pati një reakcion, pati kritika, okej, jo nga ata profesionistët, por atëherë të merreshin përpara, tha, edhe unë u bëra keq, u përgatita, tha, do ikshim do transferoheshim, por falë një bisede që u bë me një nga ish udhëheqësit, ata e mbajtën. E pastaj çfarë bëri, thash, unë i vure gishtin kokës, po ç'kisha bërë, më tha, s'kisha bërë asgjë, tha. Pastaj bëra çiftin e lumtur, tha, bëra zonja nga qyteti, bëra shoqja nga fshati. Çfarë kishte bërë? Është e vërtet, janë ato... Ti kishte vënë vellonuses. Vellonuses dhe velloja... Për këtë u kritikua? U kritikua sepse quhej shfaqje e huaj. Pasi ata ishin në aksion dhe nuk nga doli velloja dhe një shenje borgjezore vizioniste. Ishte thjesht, figurativisht ajo është e bukur, sepse identifikon me atë grupin e personazh që ajo është nusja dhe të tjerët janë dasmorët. Duhet kuptojmë një gjë, ka qenë një periudhë për të gjithë artistët që kur krijonin çdo fush, sigurisht vinte edhe kritika nga mbrapa. Ky filmi është shumë i mirë, ka këtë, por ka edhe këtë. Domethënë, mbas përse bie kjo daulle, vjen një eksperiment që bën Festë e Madhe, Timo Floko, gazetar që mbledh muzikë popullore, udhton nëpër Shqipëri dhe aty njihet me një valltare, Lili Cingun, e cilën e fton në Tiranë dhe që ajo të bëhet valltare profesioniste. Dhe filmi është i mbushur me valle nga veriu dhe jugu i Shqipërisë. Për atë film përsëri kritika. Mi thonin është dokumentar, është film, Timo Floko ka basetat shumë të gjata se është para pleniumit të 4. Dhe ai film praktikisht u bllokua. Me filmin Nga dhimi i vdekjen ndodhi e njëjta gjë, i quajtën shumë film aksion, po ai film u bllokua për shkak të Edi Luarasit mbas vitit 74, i shoqi Edi Luarasit, Mjallaj Luarasi u dënua për festivalin 11, kështu që dhe Edi u dëbua nga skena e ekranit dhe teatrit, dhe kështu që edhe filmat që ja kishte luajtur u bllokuan. Vazhdoi më vonë pastaj me shtigjet të luftës, ku për çdo detaj, jo, po kjo duhet ishte filmi shumë i mirë, por duhet bërë kjo duhet. Ishte një lloj presioni për t'i mbajtur në presion që shiko, mos mendoni se ju jeni më të mirët e tjerë. Jo vetëm me Piron, ka ndodhur me të gjithë regjizorët. Mos harrojmë në vitin 74 një pjesë e artistëve dhe u dënuan. Për të dhënë një shembull të tjerëve që tashti është realizmi socialist, nuk ka më këtu Gili Vili. Ishte koha e tillë dhe duhet të mbijetonte. Dhe Piro vazhdimisht të thonte,
me gjithë se kishim këlloj presioni, mundoheshim të bënim artin tonë. Në atë inkuadraturën mundoheshim të kryonim atë dritien, jo shumë ekspresioniste, sepse pastaj do quheshe inkuadraturë ekspresioniste dhe për këtë dënoheshe. Pra duhet të bënje artin tënë brënda kornizave. Cili ka qenë filmi më i mirë për të? Filmi ti më i mirë? A e ka thënë ndonjëherë që ky është filmi i më i mirë? Se ka thënë, po Trishtimin i zonjës Schneider i ka dhënë shumë kënaqësi. Sepse të gjithë filmat e tjerë që janë prodhuar dhe të filmin e fundit me Kino Studion e prodhojnë në 89-ën, Ngjyrat e moshës, mbas pranverës erdhi vetëm, ishin filma të cilët nuk e kapërcenin kufijtë e Shqipërisë, ngeleshin për konsumin e brendshëm, ndërsa me Trishtimin e zonjës Schneider, në një ekonomi tregu, me qendër kombëtare të filmit, ku ti duhet gjeje bashkëproducent, duhet gjeje bashkëprodhues, shkojnë për shumë festivale, mori çmime në Aleksandri, në Salento, në Orenburg, në Rusi kemi qenë bashkë, mori një diplomë, dhe ky i dha e ndjehu veten të vlerësuar për punën e tij. A ishte ai një film autobiografik? Sigurisht është një film autobiografik, me shumë element autobiografik, dhe për këtë arsye, po them, mund të dalim të nxjerrim konkluzionin kush është filmi tim i preferuar, Zonja nga qyteti, sepse Violeta Manushi në vitin 2005 merret nga Tirana për të bërë rolin e një banakieri, sepse donte ta kishte përsëri Violetën, se thonte ajo më solli fat. Ajo është aktoria dhe për koincidencë me Violetën kemi qenë dhe komshim ballë për ballë. O, sa e bukur. Për shumë vite. Keni qenë edhe fqinj, por edhe i ka sjell fat. Ai e ka parë si të tillë. Këtë e ka thënë, se po i thoja do na kushtoj sjellja e aktorëve shqiptar, po flisnim për anën financiare edhe me produksionin çek. Tha, dua ta kem Violetën sepse ajo më sjell fat. Atëherë do të jetë patjetër në set dhe në rol. Violeta erdhi aty dhe kërkonte, ishte koha që kishte filluar të ecte me shkop, kërkonte një gomë për atë shkopin poshtë, dhe gjithë grupi çek që u organizua për të gjetur në Prag gomë për shkopin e Violetës. Pra në këto episode shumë të bukur. Pra mund të themi që Zonja nga qyteti filmi i tij më i dashur, se i ka dhënë shumë kënaqësi, por Trishtimi i zonjës Schneider i dha një lloj tjetër kënaqësie. Trishtimi i zonjës Schneider është një ndër filmat që ai e ka dashur shumë dhe ju thoni që ka nota autobiografike. Historia e dashurisë. A është e vërtet? A është historia e dashurisë? Historia e dashurisë nuk është me zonjën Schneider, në të vërtet është me Darjen. Është me shoqen e shkollës, e cila ishte për koreografi, për balet, dhe në vitin 60, kur ju erdhi urdhri për të kthyer, ndau shapin me sheqerin. I tha Darjes, ne nuk mund të vazhdojmë bashkë. Nga tonë, jo do dua të vi në Shqipëri, të jetojmë bashkë, nga tonë, nuk do të jetë aferë për ty edhe për mua. Dhe kjo është, por historia e Darjes është kaluar tek zonja Schneider, e cila ka qenë një histori e vërtet, por jo histori dashurie të themi. Gjatë kohës që këta xhironin vërtet filmin dokumentar për motorin ESO. Dhe Darja ka qenë personazh prezent në shtëpi nëpërmjet fotografive. Domethënë kishte shumë fotografi dhe unë e ngatroja me ti me më kur ishte i vogël, se ishte bjonde, dhe kur ka mbaruar, kur ka xhiruar filmin, ka vajtur ka takuar Darjen bashkë me Nik Xhelilajn. Mori Nikun dhe i tha, ne tash do prit, do takojmë Darjen, atë tha zonjën Schneider të filmit, dhe ajo vjen, takon Nikun, shikon Nikun dhe i thot, je më i bukur se Piroja. Të ka zgjedhur më të bukur se vetja. Pra, këto janë elementet autobiografik. Dasma është një element autobiografik, do të thënë vërtet ka ndodhur. Xhirimi i dokumentarit vërtet ka ndodhur. Xhirimi i vajzave që lahen lakuriq vërtet ka ndodhur.
ishte shoku i tij, Jaromir Shoh, shefi i katedrës, si të thash, që eftoi, tha, hajde shkojmë t'i xhirojmë, tha, po shturp, si do t'i xhirojmë? Nesër do bëjmë një film, tha, me vajza, me që dalin lakurish, duhet të mësojmë nga realiteti, edhe vajtën kanë xhiruar në mënyrë. Po janë nuk kanë xhiruar, po janë futur poshtë urës dhe i kanë në errësirë, ato kalonin dhe hidheshin për t'u larë. Sigurisht, në film shtohet kamera, shtohet ajo, shtohet kjo. Historia e Kontit është e vërtet Konti i Shtenbergve bënte Ciceronin në vitet 60, megjithëse ishte pronar i Kështjellës, shteti i kishte marrë Kështjellën, po i kishte lënë, nuk e kishte pushkatuar, siç do bënin në Shqipëri, nuk e kishin internuar, po i kishte thënë, ok, do bësh Ciceronin dhe për turistët që vinë dhe flasin. Shumë elemente. Ka shumë. Fabrika është e njëjta ku është xhiruar filmi dokumentar. Ai pishmani im është ky që un kam para se të fillonin filmin pam dhe dokumentarin që është xhiruar në vitin 59. Dhe nuk përdorëm asnjë plan në fund të filmit, ta përdornim si një element për të thëri. Ai më ngeli pishman se vajtëm e pam, ishte në arkivin e filmit në Prag, vajtëm me Piron, me producenten çeke, pam dokumentar, 20 minuta. Dokumentari bërë nga 5 student, jo 3, 5 student të filmit, ku Piro ishte kameraman, i bërë në vitin 59. Dhe ai më ngeli pishman që pse nuk përdorëm qoftë një plan për të bërë një lloj krahasimi, një lloj për të kur thua ky film bazohet në ngjarje të vërteta, që sjell vërtet ishte dokumentar. E ke të dokumentuar, që është ngjarje e vërtetë. Dhe nëse e mbani mend, filmi mbyllet me Anja Gesslerovën, që luan zonjë Schneider, me ato si xhirimet bardhëzi që është e krevatit dhe dalin titrat e filmit. Aty mund të ishin përdorur elemente të dokumentarit, nuk e përdorëm, na shpëtoi. Por dokumentari është aty, betet. Një dokumentar 20 minuta i realizuar nga 5 student. Një ndër ta Piroja. Piro Milkani. Në moshën 22 vjeçare. Ai ka 16 vjeç, ka ndjetur 6, i bie të jetë. Dhe bazuar mbi këtë dokumentar dhe gjithë historitë e elementet që ju i përshkruat, i realizon në një film i cili është një ndër filmat më të vlerësuar të tij edhe në arenën ndërkombëtare. Rikthehemi edhe një herë në tryezën e kujtimeve, aty ku ju po më tregonit se ka kaluar disa peripeci, vetëm se ka vendosur një velo. Një tjetër mik na sjell një tjetër rrëfim. E shohim? Se kur dinim ke rrugica vinim bashkë, edhe shkonim, edhe kur marronim kafen, zakonisht shkonim bashkë. Me qenë se më tha mu se s'ma ke lexuar librin, ne do bëjmë kështu, tha, unë çdo ditë do të tregoj një tregim rrugës. Si nuk i ngatroj ai që janë 24 tregime aty, nuk më tha 1-2 herë. Edhe i bëja gjithmonë pyetjen dhe jo. Po grua s'toja ke thënë gjitha i thoja unë, se ti paske qenë aventurier aty që ki. Jo, mo jo, tha, ja kam thënë, tha, edhe djali tha, ja kam thënë, tha, gjithë e din, tha. Unë në shpesh herë vija i pari me Piron, do ma nishin vetëm në të dy. Edhe qatë një gjonin dhe janë televizor i bëja pyetje unë, po nuk i begeniste politikën. Asë njëri në kratë politikës nuk i begeniste. Do ma nishte, nuk kishte qefare, edhe në tavolin nuk bëni mua beze politikë. Dëgjojmë edhe një tjetër mik të ti, shkrimtari Nasi Lera, dhe më pas themi në koment. Piro ka mbaruar për operator. Dhe kur tha ylli që ju dëmtua syri me të vërtet, mendoti sa e bua një operator që syrin e ka aparatin e vetë që gjiron. Unë isha më mistreç nga do njerë në bisedën në tavolin, që nga smojshim do një, jo me zaran, po vetë që ju them dhe këta që ajo që më bënte për shtypjet e Piro a ishte mirësia e tij jashtëzakonshme. Dhe unë ndi akoma mungesën e kësaj mirësie që nuk e gjej tek të tjerët. E kërkoj tek të tjerëve se gjenja. Shkonja te Piro e gjenja dhe fisnikërisht më pasuronte shpirtërisht dhe mua. Është një karige bosh. Dhe aty në atë karige bosh ri gjithmonë jashtë i përhershëm Piro Milkani.
e vështirë të zëvendësosh karrigen e Piro Milkanit. Në fakt, teksa dëgjon rrëfimet e miqve, kupton se ata kanë jetuar si të rinj. Shpirti i tyre nuk është moshuar asnjëherë. Kanë bërë batuta, ja kanë planuar batutat njëri tjetrit. Shiko, njeriu përshtatet me çfarëdo lloj moshe dhe nuk ishte Piro ai që thonte u plaka, mora fund. Nuk e kishte në këtë natyrë. Veçuante veten optimist patologjik. E bënte edhe humor me këtë gjë, sepse shikonte gjithmonë gjën pozitive, kaloi edhe kjo ditë, hajde të bëjmë këtë, vërtet në 2019 i ndodhi një hemoragji në të djathtin atë majtë, nuk e mbaj mend dhe edhe çka i dëmtoi edhe syrin tjetër, po pikërisht kjo çështje e moshës, po nuk e dha veten. Mundoheshe të ishte aktiv në celular, të shikonte, kush e merrte, kur nuk arrinte dot më thonte të lutem më merr filanin në telefon, ishte shumë aktiv gjatë gjithë kohës. Po nuk ke që ti bësh natyrës, tillë është ky lloj degradimi, degenerimi i trupit, fizikut vjen gradualisht, filloj me syrin, pastaj një ishemi, pastaj një mushkri, pastaj veshka, pastaj zemra, një ishemi e dytë, dhe vjen një moment që trupi nuk të përgjigjet. Ajo që është fantastike është optimizmi i tij, që nuk u bë bar kur, megjithëse ishte i kufizuar në lëvizje, nuk u bë bar kur nga ana mendore të themi. Përkundrazi ishte ai që të jepte, siç e thotë Dendasi, të jepte atë dëshirën dhe të ishte gjithkohës, po ku e gjen forcën, ku e gjen këtë forcë që të mendoj, ku i ka vajtur mendja. Kthehemi edhe një herë tek tavolina e kujtimeve, tek miqtë e tij, por në atë kafe të thjesht në rrugën Fortuzi ka edhe një dëshmitar të 16 viteve që i shërbente kafen. E shohim? Piro, çdo mëngjes kafen e pite nga unë. Kafen e do të me një qeshe dhe t'ja përzija unë. E do të të përzirë, se nuk mund e përzite do të prej dorës. Gjithmonë, ku i qoja kafen, e kishte qedh veç të pagu dhe vetë, vitë mi pagu vetë leket. Nuk kishte dëshirë t'ja pagu të kusht tjetër. 10 vete gjithmonë dhe bakshish. 500.000 gjithmonë i kishte. Do të shohim një video shumë emocionuese. Është brenda familjes tuaj. Margarita Kristidi, pianiste. Milkani. Ose Milkani, pa tjetër, Milkani. Shohim edhe një video tjetër. Pati. Salozonjare Pati. Pati është 3 vjeçe këtu. Pati 3 vjeçe dhe gjyshi që gëzon njësoj si Pati. Besoj e njëjtë atmosferë krijoj edhe me djalin tuaj. Po sigurisht. Është momenti që pritet që do vinë dhurata, do sjelli ai baba gjyshi sjell dhuratat dhe prandaj ajo edhe entuziazmohet aq shumë. Besa ishte aq e lumtur. Më duhet të kaloj në një hapësirë publicitare. Kur të rikthehemi, do të bisedojmë për një sfidë me të cilën ti përballesh në këtë moment. Dhe të gjithë pasardhësit e artistëve të mëdhenj, nuk është më Piro Milkani, Ana Gdosti, nuk është më, por çfarë ndodh me veprat e tyre. Dhe e drejta e autorit e bisedojmë pas publicitetit.